Rama. Mirë Rama. Përshëndetje, mirë se vjen, zonja të uta. Përshëndetje, Korav. Mirë se erdhe. Ju kisha lut hera e parë edhe fundit që e merr një shembull Miloševićin që ka bon Kosovë. Krejt situatat ndryshme janë, s'di çfarë shembull shpi marri kështu. Slobodani na ka ardhur në vend tonin o shqiptar. Si kena shku në Serbi. Mirë, zonja të uta. Serbi të bane këta që të flamurin e shqiptarëve, të qyrëm që të bojnë. Qfar krasimesh? Tani ju kisha lut, do analfabeta, mos e përdorin kushtetutën kur nuk e din. Se në kushtetut, me atisarin që kanë bo, nuk e ka thonë, lista serbe duhet me qenë. Po, pakica drejtat e pakicave serbe. Nuk e ka cekë listën serbe, se lista serbe s'ka qenë atërë. E qa po mjeri natit që po ma përzgjit. Mirë, qka mendoni tashmë për zgjedhjet e parakoshme? Mendoni që janë zgjidhje? Kur nuk e dit s'ka thët kushtetuta. Lene bre. Mirë, zonja të uta, qëfar mendoni për zgjedhjet e parakoshme? A është një rrugë vetme për dalje nga kriza? Rruga e vetme për daljen e kësaj krize. Edhe duhet me mu qu krejt, mu mobilizu me Albinin me jesë për para. Na ishëm konë krejt për korab në terë informativ. Na në qëtu në Kosovë këna jetu edhe si këna ditë qa po ndodhë, qa po botë në veri, qa po botë kështu, qa... Nuk kemi qenë djeni po tua, nuk kemi qenë djeni ma eret, po thani. Urna? Nuk kemi qenë djeni, po thani jo. Po jo, po qaq na u ka dokë normale që na ishën konë krejt të na marë sërbë me teritore me krejt. Por t'ullë Albinin a i qeli sytë. Plus, janë qeli sytë edhe opozitës, se tash 10 herë po mendohen a me votu listën serbe. Edhe nuk po guxojnë me votu listën serbe, jo për shkak të Albinit, po për popull që i dënon populli, edhe kanë abstenu. Për këtë arsye kanë abstenuar, po tani jo. Po, nuk kanë votu për, kanë pas shef për listën serbe, se ata kanë qeveris me ta, edhe tash Albini, për me, i jahu qeli sytë edhe opozitës edhe krejtëve. Tash 10 herë menohen a me votu listën serbe, edhe nuk u dzënë me votu. Pej poplit, jo pej Albinit. Ja kuptoj zonja të uta. Të falenderoj shumë dhe njerë. Përshëndesim shumë, natën e mirë. Ishte kjo të uta, përshëndesim atë dhe të gjithë juve të cilët jeni bashkë me neve në DTV Media. Pres mendime të tjera, mi mbroma për ty. Alo? Mirë mbroma, zoti Koraf, Aliu. Përshëndetje, zotri Ali, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej e përshëndetje. Edhe për juve, po flasim sa janë zgjedhjet e parakoshme rruga vetme për dalje nga kriza. Si e vlerësoni ju, si mund të dalim nga kjo krize madhe politike? Vetëm zgjedhjet e reja mundën me pruë Kosovën prap ku ka qenë. Zgjedhjet e reja, po tani jo. Sigurisht, zgjedhjet e reja edhe me fitu bëndshëm VV-ja, këta tjerë dhe të shkojnë në penzijën një 4 vjetë. Mund të ketë ndryshim të madh në rezultat si pas juve nëse shkojmë në zgjedhjet e parakoshme? Sigurisht që ka me posë ndryshim, edhe VV-ja do të fitoj dikun 65-70%, do të merë ndur krejt potin në Kosovës edhe të ta regulon Kosovën ashtu si duhet. Kuptoj zotri. Zotrit, këta janë vetëm pengese Kosovës, kur për të mirën e Kosovës nuk janë të punu vetëm për të mirën e listës sërbe edhe të Vučićit. Sa mendoni tashmë që mund të bëtë konstituimi i kuvendit të Kosovës? A mund të votohet tashmë në këtë rast, apo më dëgjon? Gjosat janë shumë të vogla, e po të dhe vetë edhe... Në kryetari tashmë i listës sërbe, a mund të votohet? Vetëm Rashiqi ka mujtë atë me zgjedhë çështjen, po ata nuk e votuan ata zotrit e... Pse nuk është votuar Nenad Rashiqi tashmë për të qenë kryetari i listës serbe për kuvendin e Kosovës? Nuk i la lista serbe. Ata e kanë çështja të thotë. Po? Lista serbe me pas drejt veto, ajo është tragjedi për Kosovën. Edhe kushtetutja atje ka faj, se mja bo qepin një grusht e sërb e 94% shqiptarve mja në shkalu, ajo nuk egziston bot. Vetëm Kosovë egziston.
94% shqiptar, sërb me pas mundësi me shtetin me ta cilë që shdojnë ndurë veta, ajo është e papranueshme edhe vetëm fajtor janë opozita. Për 5 vota t'ja oshin Rashiqet u zgjidh ke situata. Një por nuk deshten edhe që ku jenë sot. E kuptoj, të falenderoj shumë dhe njerë, zotri Ali. Ju përshëndes shumë, faleminderit edhe për juve. Edhe kënaqësi shumë për bashkëbisedën, përshëndesim shumë. Vazhdojmë me komente. Hyzer Aliu thotë jo, se pak luj me rezultatet e kalume, duhet me u marrë vesh këta të vëvës me parti tjera, kur si e i zotit sho ullën i pari e meri dyti, thotë Hyzer Aliu. Përshëndesim, mi mbrama. Vazhdojmë me komente të tjera, për deri sa ta kemi telefonuesin apo telefonuesen ton të radhës, në pritje të ndëruar meq dhe do të presë telefonatat të tjera, të cilat i presim nga ana juaj deri në orën 00 pas mesnate. Vazhdojmë me komente të shumta të cilat po i pres nga ana juaj, e të cilat i kemi në pritje, komente të cilat kanë të bëjnë për temën të ndëruar meq. Të shohim me mendime të tjera që i kemi këtu në pritje, edhe të shoh se kush për në thret, vetëm pas pak, sepse linja është të ngarkuar, miq të me, ju të cilët jeni duke na telefonuar, ju kërkojmë djetë që nuk po mund të amen lidhjem për arsye se ka shumë telefonues në pritje. Vazhdojmë me komente. Alo, mi mbrama. Mirë mbrama. Përshëndetje, kush për në thret? Mehmet Jashari nga Suareka. Mirë se vjen zotri Mehmet Jashari, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve gjithë. Faleminderit shumë. Po flasim se a janë zgjedhjet e parakoshme rruga e vetme për dalje nga kriza. Si e vlerësoni ju? Po duhet që aty do të bim pa tjetër, po mu më që diti edhe qaj para forci që tha amatera i ka pashkollushëm Albini 50%, po ka doktora magjistra e thuj që ka dush më të meqëm, më atletarë se gjithë tjerët, që këta kur nuk kanë folas, kur nuk kanë punua për me po shtetin si për shka ka liftu e populli. Mirë, kush është fajtor për mos konstituimin e kuvendit, që nuk kemi ende qeveri, zotri Mehmet? Kush ka qenë pengesa më madhe? Fajtorio nuk korruptona parti tjera, ky votoj ke partia, këti votoj ke atas, nuk votojshin pas, nuk vishin aty e thëshin fajtor Albinis po votor. Po kjo është përsheh këtë bota, këtë Evropa, këtë ata jonë të ndykua se jonë të përlyt, nuk kanë punua për shtet, veç për veti, për vjedhe, për mo dijet se shka kanë bo, shka kanë maru që 20 vjet, tina për 4 vjet përdojnë me bo Zvicër, por nuk bohet ashtu, po popli... Shumë natër e mirë. E falenderoj Mehmet Jasharin dhe të gjithë juve shqiptar anë e kënd botës